Lirohuni nga kapslëku, gazra dhe barku i fryrë brenda 1 minute vetëm me këtë recetë. Kapslëku është një problem që prek të paktën 20% e popullatës. Një nga shkaqet më të zakonshme është lëvizja e reduktuar e ushqimit përmes sistemit tretës. Nëse nuk ushtroheni fare dhe nuk hani sasi të mjaftueshme të fibrës, problemet mund të përkeqësohen. Përpara se të detyroheni të drejtoheni te ndihma farmaceutike për të luftuar kapslëkun, mund të përfshini ushqimet e mëposhtme në rutinën tuaj të përditshme dhe të merreni edhe më lehtësimin e problemeve të zorëve me një metodë natyrale. Në këtë video sipas Webmed do të rendisim ushqimet dhe recetat më të mira, të cilat do ju ndihmojnë në luftën kundër problemeve të tretjes siç është kapslëku. Molla. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një mollë në ditë e mban mjekun larg, dhe kjo nuk është një shprehje rastësishme. Fruti që jep 4 gram fiber dhe ndihmon zorën tuaj të lëvizë çdo ditë. Mollët përmbajnë pektinë, e cila është një fibër e tretshme e njohur për vetitë e saj laksative. Në një studim, 80 pjesëmarrës morën shtesa pektine dhe rezultatet ishin spektakolare pas 4 javëve. Pra, hani mollën tuaj të pastër, të konsumuar me kos, me bollgur, në sallata të frutave ose në çdo ushqim tjetër krijues që mund të kombinoni. Kivi. Fruti që njihet për veprimin e tij kundër kapslëkut, ai stimulon sistemin tretës dhe përshpejton jashtëqitjen. Në një studim të mëparshëm të kryer mbi pjesëmarrësit që u ndanën në kapslëk dhe jo kapslëk, u vure se kishte rezultate pozitive në të gjithë grupin që konsumonte kivi. Pra, bëni një smoothie me kivi dhe lehtësoni edhe tretjen tuaj. Kivin mund ta konsumoni ashtu siç është për të marrë edhe efektet laksative kundër problemeve të kapslëkut. Fiqtë. Fiqtë e thatë në veçanti ju japin më shumë fibra. Merrni parasysh se gjysmë filxhani është i barabartë me 30% të nevojës ditore për fibër. Në një studim me 40 vullnetarë, fiqtë përmirësuan strukturën e jashtëqitjes dhe ulën ndjeshëm dhimbjet e barkut të shkaktuar nga kapslëku. Thjerrzat. E dini që shumica e bishtajoreve janë shumë të dobishme për jashtëqitjen. Përveç mbajtjes të lartë të fibrave, thjerrzat rrisin prodhimin e acidit butyrik, i cili rrit lëvizjen e sistemit tretës. Në ver do t'i hani më lehtër në sallata në perime të freskëta. Patatet e ëmbla. Tashmë kemi më shumë arsye për të ngrënë patatet e ëmbla, por tani zbuloni se ato ju ndihmojnë edhe të shkoni në tualet më shpesh. Ato kanë shumë fiber, saqë nuk mund të përfshihen në receta të ndryshme dhe të zvendësoni me patatet klasike. Kefiri. Qumshti i fermentuar përmban probiotik, të cilët janë bakterie të shëndetshme për zorën. Studime të panumërta kanë treguar se kefiri është një alternativë e shkëlqyer kundër kapslëkut dhe kontribon ndjeshëm në hidratimin e zorëve. Mund ta bëni smoothie me kefir në vend të qumshtit klasik ose ta kombinoni atë me tërshër. Vlerat që do të merrni në këtë rast do të jenë lehtësimi më i mirë kundër shqetësimeve tuaja të kapslëkut. Është e rëndësishme që të pasuroni dietën tuaj vazhdimisht me produktet e duhura, duke ndihmuar kështu edhe tretjen dhe duke mbajtur larg problemet e kapslëkut. Luleshtrydhet. Luleshtrydhet njihen për aftësinë e tyre për të forcuar sistemin imunitar sepse janë të pasur me vitaminën C. Sasia e lartë e fibrave që gjenden te ato ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e kapslëkut në mënyrë natyrore dhe gjithashtu do t'i japin fund problemeve të tretjes. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj është dhe kosi. Megjithse produktet e qumshtit mund të tentojnë të përkeqësojnë simptomat e kapslëkut, kosi mund t'i zvogëlojë ato. Kjo sepse ai përmban prebiotik të rëndësishëm, të cilët janë bakterie që mbështesin sistemin tuaj të zorës së shëndetshme, dhe do ta keni më të lehtë të dilni jashtë. Kumbullat. Kumbullat përmbajnë sorbitol, i cili shërben edhe si laksativ dhe ndihmon gjithashtu edhe në lëvizjen tuaj të zorëve. Kumbullat përmbajnë elemente të cilët ndihmojnë kundër kapslëkut dhe lehtësojnë problemet e tij. Bollguri. Bollguri ndihmon ata që vuajnë nga kapslëku fal elementeve ushqyes që përmban, do të lehtësojë gjithashtu tretjen dhe do të mbajë larg komplikacionet. Farat e lirit. Farat e lirit janë plot me lëndë ushqyese, vetëm një lugë gjedhe fara liri përmban 3 gram fiber. Përkatësisht 8 deri në 12% të konsumit të rekomanduar ditor si për burrat ashtu dhe për gratë.
Mund të shtoni fara liri në shumë vakte dhe në smoothie. Fasulet e zeza. Një filxhan me fasule të zeza i siguron trupit tuaj më shumë se 15 gram fibër të tretshme, i cili luan një rol jetësor edhe për lëvizjet e zorëve. Brokoli. Brokoli përmban rreth 10% të marrjes së rekomanduar ditore të fibrave dietike, duke siguruar një tretje të shëndetshme. Bajamet. Të pasura me lëndë ushqyese të shëndetshme, bajamet përmbajnë shumë lëndë ushqyese përfshirë fibrat e shëndetshme. Sidoqoftë kërkohet t'i konsumoni me moderim. Synoni të konsumoni ushqimet që u përshtaten më shumë në dietën tuaj dhe do ta keni të lehtë të mbani larg gjithashtu edhe problemet të tilla. Kivi. Frutat e vogla ershile mund të jenë në listën tuaj të ushqimeve që dëshironi t'i shtoni ato. Një kivi ka rreth 2.5 gram fibër, që është një enzim e quajtur acidatin, e cila mendohet se ka efekte pozitive në lëvizshmërinë e zorëve duke rritur frekuencën e lëvizjeve të zorëve. Mango. Përveç se rreth 5 gram për një frut, mangot përmbajnë enzima të fuqishme tretëse të quajtura amilaza që kanë treguar se përmirësojnë problemet e tretjes, kapsllëkun gjithashtu dhe diaren. Molla. Një mollë në ditë mban larg kapsllëkun. Mollët përmbajnë fibra të tretshme të cilat ndihmojnë në lehtësimin e tretjes. Fara chia. Fara chia janë një nga ushqimet më të fuqishme natyrore. Ato janë të ngarkuara me fibra që përmbajnë 10 gram në vetëm 3 lugë. E mëtej fara chia përmbajnë lëndë ushqyese të tjera të rëndësishme si acidet yndyrore omega-3, kalcium dhe hekur. Ushqimet që mund t'i shtoni në dietën tuaj do të lehtësojnë problemet e tretjes dhe do të mbajnë larg gjithashtu kapsllëkun. Shëndeti i zorës është i lidhur ngushtë me mirëqenien e përgjithshme të trupit. Një nga problemet më të rëndësishme të sistemit tretës është kapsllëku, i cili shkakton fryrje, mungesë energjie dhe pare ati. Ekspertët thonë se disa pije të thjeshta dhe natyrale mund të ndihmojnë në stimulimin e lëvizjeve të zorëve dhe përmirësimin e tretjes. Këto janë pijet më të rekomanduara për të ndihmuar në rastin tuaj të kapsllëkut sipas WebMed. Uji me limon, i konsumuar në mëngjes, stimulon lëvizjet e zorëve, ndihmon në hidratim dhe nxit zbrazje natyrale të organizmit. Lëngu i kumullave të thata, i njohur si laksativ nga më të mirët natyral falë fibrave dhe sorbitolit që përmban, mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i çështjes së huaj. Çaji i xhenxhefilit mund të qetësojë ndjeshëm sistemin tretës, të përmirësojë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut dhe të reduktojë fryrjet. Çaji mentes. Mentoli dhe ky çaj ndihmon në relaksimin e muskujve të zorëve dhe lehtëson gjithashtu edhe lëvizjen e tyre. Kefiri ose kosi i olluar, të pasur me probiotik, balancojnë në mikroflorën e zorëve dhe parandalojnë edhe problemet e kapsllëkut kronik. Uji i farave të lirit, i pasur me fibra të tretshme, veprojnë gjithashtu si një lubrifikues shumë i mirë për shëndetin tuaj të zorëve dhe do t'jap lehtësime të duhura në këtë aspekt. Smoothie të pasura kryesisht me fibra ndihmojnë në parandalimin e bllokimeve të zorëve dhe japin gjithashtu rezultate të duhura, sidomos në rastet kur bëhet fjala për tretjen e dobët. Lule radhiqja. Bima me emër të veçantë, siç e keni dëgjuar edhe më parë, ka veti të shumta qoftë në përmirësimin e tretjes, kapsllëkut, por edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Falë elementeve që përmban ajo do të rrisë lëvizshmërinë e zorës, ndërsa është gjithashtu një nga prebiotikët më të mirë, duke stimuluar kështu edhe mikrobiomën e zorëve. Mentet janë shumë të rëndësishme për t'u përfshirë në dietën tuaj. Përveç se janë aromatike dhe të freskëta, çaji i mentes ka efekte diuretike. Përfitimet e saj në sindromën e zorës së irrituar, siç janë fryrjet, kapsllëku dhe gazrat, janë gjithashtu edhe më të rëndësishme në dietën tuaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj është edhe xhenxhefili. Konsumi i tij në formën e lëngut ose në formën e çajit mund të japë rezultate fantastike kundër tretjes së dobët. Është e rëndësishme që nëse vuani për një kohë të gjatë nga problemet e kapsllëkut, drejtohuni tek mjeku për të marrë një trajtim më të specializuar. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.